Duke marrë shkas nga pamjet e publikuara në media, Partia Demokratike ka ngritur sërish shqetësimin për të dhënat tatimore. Deputeti Erida Tabaku ka deklaruar se krerët e maxhorancës kanë manipuluar të dhënat tatimore për të zgjeruar gjobat e bizneseve pranë qeverisë e për të përfituar nga kjo skem. Skema është shumë e qartë. Manipulimi të dhënave tatimore, ndërhyrja në listën e gjobave të biznesit është bërë në kujdesin e veçantë dhe në mbikëqyrjen e veçantë të krerëve të maxhorancës Rama dhe Meta. Krerët e maxhorancës, urdhëruesit e këtij aksioni ilegal, e kanë ndërtuar këtë mekanizëm për të bërë të mundur që bizneset të reduktojnë ose të xerojnë gjobat e tyre në sistem, në mënyrë që sigurisht parat të derdhin në xhepat e tyre. Por pak orë më vonë, deputeti i LSI Spartak Brau në një deklaratë zyrtare ka shpjeguar se ka qenë në drejtorinë e tatimeve si kryetari i Komisionit Parlamentar të Sigurisë. Ai sqaron se aty ka zbuluar të dhëna që faktojnë një komplot financiar të ideuar nga ish-kryeministri Berisha. Sipas Brahos, shumë shpejt kjo çështje që është në hetim nga prokuroria do të bëhet publike.